Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ushtrinë, për përgatitjet që po bën jo vetëm ushtria jonë, por edhe Europa dhe i gjithë bota në erën e re dhe rendin e ri botëror të Donald Trumpit, por edhe asaj që po ndodh në Ukrainë për më shumë se 3 vitesh. Për situatën tonë ushtarake, sa janë kapacitetet dhe gjithçka tjetër, do të flasim ditën e sotme duke u ndalur të fokusuar në këtë pjesë të dytë të bisedës pas asaj javës kaluar. Sot do ndalemi tek bazat ushtarake dhe gjendja e tyre. Më mirë se me këto tjetër, këtë çështje do ta diskutojmë me zotin Memush Abilaj, ish inxhinier ushtarak, pedagog në disa universitete, ish drejtor i laboratorit qendror të kimisë dhe funksione të tjera që ka mbajtur. Njohës mjaft i mirë i këtyre çështjeve edhe i kapaciteteve tona ushtarake. Zoti Abilaj, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje. Atëherë do ta nisim me një përmbledhje të përgjithshme, pra ku janë bazat dhe si është gjendja e tyre për të kaluar më pas në detaje. Po, situata sot e kërkon që të flitet më shpesh për ushtrinë, për problemet e mbrojtjes dhe gjithçka që lidhet me dhe gjithë sistemin e infrastrukturës që lidhet me problemet e mbrojtjes. Jo vetëm këtu, por edhe në shkallë botërore, sepse të gjithë po e shohin si po evoluon situata. Situatat kështu kanë ndryshuar herë pas here, nuk është herë e parë që ndodhin gjëra që pak a shumë që ne mund t'i quajmë të papritura. Shtetet serioze përgatiten gjithnjë për situatat më të papritura, ndërsa në ushtri është ligji që ushtria përgatitet gjithnjë për situatën më të vështirë. Nuk e dini si do vinë situatat. Shteti jonë një herë një kohë ishte i përgatitur për të përballuar situatat që mund të vinin në mënyrë të çfarëdoshme nga çdo drejtim. Dhe duke mbajtur një ushtri në këmbë, një sistem të tërë mbrojtës, kishte siguruar dhe mbështetet të kësaj mbrojtje me anë të bazave ushtarake. Bazat ushtarake në përgjithësi ndahen në 3 grupe, ose 3 kategori të ndryshme. Bazat e përgjithshme të furnizimit, bazat strategjike të furnizimit dhe të logjistikës, bazat ajrore dhe bazat detare ushtarake. Ne kemi patur gati 15 baza të tilla, nga të cilat 5 kanë qenë baza të logjistikës, të furnizimit të armativit, ushqimeve, materiale teknike dhe rreshjes e të gjitha shërbimeve që i duhen një ushtrie në front. Këto baza kanë qenë duke filluar nga jugu, ka qenë baza e Turanit në Tepelen, e cila mbronte kryesisht drejtimin e jugut, baza e Beratit, shumë e fuqishme, baza e Elbasanit, baza e Tiranës në Tajt, e cila funksionon dhe sot, dhe baza në Puk, në Mirdit, në Gjegjen. Këto 5 baza ishin vendosur në formë të tillë që të mbulonin të gjithë drejtimet e mbrojtjes. Këto përballonin të gjithë mbështetjen materialo-teknike që i duhesh ushtrisë. Përveç që njësit operative dhe strategjike kishin bazat e tyre pak më të vogla, bazën në formë korpusi ose në formë divizioni më vonë, kur u bë riorganizimi tjetër. Gjithashtu kemi patur 5 baza ajrore, duke filluar baza e Vlorës, e cila shërbente njëkohësisht për përgatitjen e aviatorëve, baza e Kuçovës, e cila funksionon dhe sot, Rinasi, dhe baza kryesore ishte baza e Gjatrit. Këto baza funksionojnë dhe sot dhe janë në vartësi të forcave ushtarake ajrore. Domethënë një nga 3 forcat e ushtrisë shqiptare është forca ajrore. Përveç këtyre bazave ajrore, kemi patur, më falni dhe se harrova bazën e helikopterëve, regimentin e helikopterëve në Fark. Përveç këtyre,
ekzistonin edhe baza të tjera të vogla në formën e aerodromeve operacional, Gjirokastër, në Korçë, në Lumalas, e në disa vende të tjera që mund të shfryzoheshin pastaj sipas kushteve konkrete në të cilat do të zhvilloheshin ngjarjet. Gjithashtu, ushtria mbështetesh edhe nga bazat ushtarako-detare që fillonin, baza e Sarandës, në Limion Sarandës, baza e Vlorës, e cila përqinde Pasha Liman, Sazan, edhe ato objekte ndimse, baza e Durrësit dhe Shëngjinit. Të gjitha këto bazat siguronin mbështetjen e plot të mbrojtjes së vendit, me detyra të saktuara. Kjo është një panoramë e përditshme të sistemit të bazave që kemi patur ne në atë kohë, nga të cilat nga bazat ajrore funksionale ka ngelur baza e Gjadrit, e cila është në konservim, baza ajrore e Gjadrit, baza e Kuçovës dhe të tjerat nuk funksionojnë. Rinasi funksionon si aeroport ndërkombëtar, i cili në një moment të caktuar kthehet në një bazë ajrore. Nëse do Kush kanë qenë bazat sekrete që flitet tani atëherë që kemi pas ne dhe kush është më rëndësishme nga gjitha këto? Kush ka qenë kryetorja? Duke mos hyrë në këto bazat e logjistikës, po përqendrohemi tek bazat ajrore. Baza më sekrete ka qenë baza e Gjadrit. Në Gjadër ishte ndërtuar një sistem i tillë fortifikimi për strehimin e 50 avionëve luftarak. Gjithçka ishte vendosur në tunel. Tuneli ishte në formë uje rreth 600 metra i gjatë, si gjatësi, dhe ku vendoseshin avionët, pjesëndimse, armatimi, shërbimet, ekipi i shërbimit të aeroportit, si dhe të gjithë shërbimet e tjera ndihmëse në funksion të gatishmërisë së aeroportit. Gjithë infrastruktura që kërkon një aeroport i tillë. Kjo ishte një bazë e fuqishme, u ndërtua në vitet 1969-1974. Në 1974 u bazuan avionët për herë të parë. Atje u ngrit një regjiment me kryesisht me avion MiG-21 plus avion të tjerë dhe kanë funksionuar gjatë gjithë kohës. Pastaj me kalimin e kohës kjo kaloi në konservim, sepse u abandonua mas vitit 90 sipas asaj teorisë shkatërimit dhe degenerimit të çdo gjëje në Shqipëri, edhe kjo doli gradualisht jashtë loje. Dhe sot është ajo në ruajtje kujdesin e NATO-s. Është komplet funksionale. Në çdo kohë ajo mund të rikthehet në baza e Gjadrit është në ruajtjen e NATO-s, është funksionale. Po, patjetër, se të jetë për neve do e kishim prishur me kohë dhe do ishte harruar. Po ajo është një objekt jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ka patur një kostër jashtëzakonisht të lartë, se është punuar disa vjet aty për ta ngritur edhe për ta vënë në funksion këtë. Plus shërbimet që janë bërë për ta mirëmbajtur gjithnjë në gatishmëri të plotë të pune. Kush është rëndësia e kësaj baze përveç mënyrës së ndërtimit që ju e shpjegua? Pra pozicioni. Rëndësia e kësaj mund të fillojmë me këtë. Është dhe një nga 5 bazat më sekrete në botë. Gjadri hyn në 5 bazat kryesore sekrete ajrore në botë. Ajo është llogaritur që sipër ka një mal rreth 350-400 metra lartësi shkëmbor, që mund të jepet goditje atomike dhe brenda njësia, teknika, njerëzit të mos psojnë asnjë dëmtim. Pra antibërthamore. Baza antibërthamore. Kaq e rëndësishme është. Dhe kjo është vlerësuar në kohën e luftës së Kosovës, aty u bazuan helikopterët Apache. Domethënë u shfryzuan nga NATO për
u shfryzua eksakt. Sot aty janë këta helikopterët Black Hawk. Janë bazuar vjet, ata lëvizin, kuptohet, po që ajo pavarësisht që ajo është abandonuar si kompletime po diona dhe këte, po ajo është në konservim. Në çdo moment ajo brenda një dite kthehet në gatishmëri plot. Është një objekt i rëndësisë së jashtëzakonshme. Edhe interesi ka qenë maksimal edhe nga armiqtë përreth aso kohë besoj për të mësuar. Patjetër, janë bërë tentativa të ndryshme për të marrë projekte, informacione e tjera, sepse nga jashtë asaj nuk i bën dot asnjë gjë. Mund t'i hedhësh bombën atomike dhe ajo nuk pëson gjë. Domethënë, ka një ndërtim, mbrojtje edhe zgjedhje të pozicionit të tillë që e bën të jashtëzakonisht të veçantë. Ju thash, ekziston në listën e 5 bazave më sekrete ajrore në botë.